Skandal live. Gjibani përplas Kozakun pas deklaratave për Gjestin. Përplasje e ashpër mes Gjibanit dhe Kozakut për ofendimet ndaj Gjestit. Një përplasje e fortë ka ndodhur mes Gjibanit dhe Kozakut, pas deklaratave të këtij të fundit lidhur me Gjestin dhe familjen e tij. Konflikti nisi kur Kozaku kishte ofenduar Gjestin në një moment teje të ndjeshëm për të, gjatë kohës që ai kishte humbur vëllain. Më vonë, Kozaku kërkoi ndjes, duke thënë se nuk ishte në dieni të situatës. Megjithatë, kjo nuk e ndali Gjibanin që të shpërthente në një debat live, ku humbi qetësinë dhe akuzoi drejt për drejt. E ke sharë me rob. A e di çfarë je duke thënë? Po gënjen sy për sy. I ke sharë familjen, budalla. Pse e shan me rob? Kozaku nuk vonoi me reagimin, duke u mbrojtur me fjalët. E kam inat, por pse më shajnë mua nga robt? Debati mes tyre ka ndezur rrjetet sociale dhe ka shkaktuar reagime të shumta nga publiku. Bëni subscribe për të marrë lajmet e reja nga showbizi shqiptar.